Ju faleminderit për pjesëmarrjen tuaj sot në këtë konferencë për shtyp të ftuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit me qëllim të qartësimit të opinionit publik për zhvillimet e fundit që kanë ndodhur në komunën e Prishtinës. Me që rast në mënyrë të përsëritur kemi shkelje të ligjit për trashëgimi kulturore nga ana e komunës Prishtinës, derisa vazhdojnë të ndërhyjnë në zonat mbrojtura të trashëgimisë kulturore, të cilat i nënshtrohen dispozita ligjore pa marrje të lejes nga institucioni kompetent, sikurse përcakton ligji edhe përkundër paralajmërimeve tona. Sot me mua në këtë konferencë është kryeinspektori i Inspektoratit për Trashëgimi Kulturore zoti Imer Akaj, drejtoresha e Institutit Kosovës për mbrojtje të monumenteve zonja Reze Logja Vitaku, drejtoresha e Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturor në Prishtinë zonja Dona Durguti, drejtori i Departamentit për Trashëgimi Kulturore në Ministri zoti Barize Nelaj, respektivisht institucionet përgjegjëse të trashëgimisë kulturore që kanë mandat të përcaktuar me ligj për të vepruar në emër të administratës shtetërore sa herë që cenohet ligji për trashëgimi kulturore. MKRS disa herë përmes shkresave nga institucionet e trashëgimisë kulturore si Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturor në Prishtinë, Instituti për mbrojtjen e monumenteve, i është drejtuar komunës Prishtinës me kërkesë për bashkëpunim në raste të ndërhyrjeve nga komuna në asete dhe zona mbrojtëse të trashëgimisë kulturore. Nga ana tjetër, MKRS me shkresën e datës 18 dhjetor 2024, sekretari i përgjithshëm të MKRS-s u është drejtuar kryetarëve të komunave me një letër që kërkon nga ta të përmbahen nga veprimet administrative që trajtojnë ndërhyrje në asete apo zona mbrojtëse pa leje të shkruar nga institucioni kompetent i trashëgimisë kulturore. Komuna e Prishtinës kohëve të fundit, siç duket me qëllim, është duke shmangur ligjin dhe atë në disa raste rradhës. Zhvillimi i projektit, prokurimi i tij dhe nisja e zbatimit punëve në projektin e lidhjes së lagjës Arbëria me platon e Pallatit Rinisë është rasti i parë. Zhvillimi i projektit, prokurimi i tij dhe nisja e zbatimit punëve në sheshin Gjergj Bush. Zhvillimi i projektit, prokurimi i tij në projektin e rrugës Agim Ramadani. Zhvillimi i projektit, prokurimi i tij dhe nisja punëve në rrugën Recep Luci, që të gjitha këto ndërhyrje pa leje të shkruar derisa dihet se janë sipërfaqe të mbrojtura të trashëgimisë kulturore, ku institucionet janë të kontrolluar dhe mund të lejohen vetëm ku ndërhyrjet janë të kontrolluar dhe mund të lejohen vetëm me leje të shkruar nga institucioni kompetent. MKRS konsideron se këto veprime, derisa janë të përsëritura, i vlerëson si qëllimshme nga ana e komunës Prishtinës dhe me precedent të rrezikshëm për palët e tjera në Republikën e Kosovës, duke inkurajuar paligjshmëri dhe rrezik të drejtë për vlerat dhe asetet e trashëgimisë kulturore, si vlerat mbrojtura me kushtetut dhe me ligjet e vendit. MKRS si institucion përgjegjës për rregullimin dhe menaxhimin publik të fushës së trashëgimisë kulturore ka analizuar me kujdes edhe implikimin ligjor të veprimeve të tilla nga ana e komunës së Prishtinës. Këto veprime përveç se të kundërligjshme në kuptim dispozitave të ligjit për trashëgimi kulturore, janë parashikuara edhe me kodin penal si vepra penale përkatësisht me nenin 354 dhe 355 të kodit penal të Republikës Kosovës. Në këtë drejtim, përveç përpjekjeve të vazhdueshme e të dokumentueshme të MKRS-s për të vendosur bashkëpunim ndërinstitucional në funksion zbatimit të ligjit, kur janë përmbushur kushtet, institucionet tona kanë ndërmarrë masa administrative në drejtim të ushtrimit mandatit ligjor për të parandaluar veprimet pa lejuara. Konkretisht, Inspektorati i Trashëgimisë Kulturore ka ndaluar punimet e paautorizuara dhe të kundërligjshme sipas mandatit të tij të përcaktuar qartësisht me aktet normative në fuqi. Nga ana tjetër, deri më tani, MKRS ka referuar 2 shkresa të arsyetuara në organet e ndjekjes penale në Republikën e Kosovës për veprimet kundërligjshme nga komuna e Prishtinës. Në lidhje me projektin e lidhjes së lagjës Arbëria me platon e Pallatit Rinisë me datë 27 dhjetor 2024, MKRS ka kallëzuar penalisht kryetarin e komunës Prishtinës zotin Përparim Rama në Prokurorinë Speciale të Republikës Kosovës. Kjo për faktin se përveç zhvillimit projektit dhe kontraktimit të tij për ekzekutim në zonë mbrojtëse të asetit e inkriminuar penalisht në kuptim të nenit 355 të kodit penal, i njëjti ka vepruar në drejtim të vënies në detyrim kontraktual të një shume prej 6.5 milion eurosh në një projekt të pamaturuar ligjërisht, me çka direkt rrezikon buxhetin publik, gjithashtu edhe ka vepruar në drejtim të kryerjes së punëve në një provë që tashmë komuna i ka ndarë Ministrisë Kulturës dhe Sportit për shfrytëzim afazgjat për realizimin e projektit të teatrit, të operës dhe të baletit.
E njëjta situatë tashmë ka ndodhur edhe në rastin e projektit të sheshit George Bush, rrugës Agim Ramadani dhe rrugës Recep Lupsi, pra në 3 projekte tjera të radhës, duke vlerësuar përsëritjen e vazhdueshme të veprimeve të tilla nga Komuna e Prishtinës. MKRS me datën 2 prill 2025, këtë muaj, pra, ka bërë kërkesën e radhës për fillimin e hetimeve në Departamentin e Hetimeve në Policinë e Kosovës. Sikurse u thamë më lart, këto veprime në kuptimin e mbrojtjes ligjore të trashëgimisë kulturore janë të inkriminueshme si vepra të veçanta penale sipas kodit penal. Megjithatë, MKRS vlerëson se derisa kemi një shumë financiare 10 milionësh të krijuar si detyrim kontraktual në projekte që janë në shkeljet ligjeve në fuqi nga komuna, konsideron se kjo po ashtu paraqet rrezik për shkaktimin e qëllimshëm të situatave kur këto shuma do të konsideroheshin të përmbarueshme nga operatorët ekonomik, duke shkaktuar një dëm 10 milionësh buxhetit të komunës. I takon organeve të drejtësisë të ndriçojnë këto rrethana të lidhjes së këtyre kontratave në këtë formë, nëse janë apo jo të qëllimshme, derisa janë kaq shpesh të përsëritura dhe kaq të qarta. Sqarojmë po ashtu se Komuna e Prishtinës i ka mjaft mirë të njohura procedurat e pajisjes me leje dhe pëlqime nga institucioni kompetent i trashëgimisë kulturore, sepse në të kaluarën kanë bashkëpunuar dhe janë pajisur me leje dhe pëlqime për projekte të ndryshme si rruga model, ndërtesa e Ish-Gërmis, rruga për fëmijë afër shkollës Elena Gjika, projekte për restaurimin e ndërtesës së shkollës Sami Frashi e projekte të tjera të shumta në të kaluarën. MKRS është e përkushtuar që në çdo rast të sigurojë zbatimin e obligimeve ligjore për të vepruar ndaj kujtdo që cënon ligjin e rrezikon vlerat e trashëgimisë kulturore, ndërsa veprimet e kryetarit komunës për të ushtruar një kallëzim penal të rrënd ndaj inspektorit të trashëgimisë kulturore, i vlerëson si përpjekje për manipulim të opinionit dhe keqpërdorim të mjeteve mekanizmave juridik në dispozicion, siç duket të vetëdijshëm se vetë ndodhen në shkelje të rënda të gjitha ligjeve që rregullojnë ndërhyrjet dhe zhvillimet në zona mbrojtëse të trashëgimisë kulturore. Neve na vjen keq që kryeqyteti ynë udhëhiqet nga shembuj kaq brutal të shkeljes së ligjit, rrezikimit të vlerave të trashëgimisë kulturore dhe eventualisht të fondeve publike. Ne presim nga organet e ndjekjes penale që të veprojnë sa më shpejt që është e mundur në drejtim të marrjes në përgjegjësi të atyre që kanë prodhuar situata të tilla në mënyrë që shembuj kaq të qartë të shkeljeve të interesit publik të dekurajohen. Faleminderit shumë për vëmendjen, radha për pyetjet e juaja. Fillimisht do të përgjigjem shkurt dhe qartë, nuk bëhet fjalë në mënyrë absolute për çfarëdo tendence, as qëllimi e as presioni politik nga MKRS për bllokuar projektet e kryeqytetit. Jo rastisht e përmenda që ne në shumë raste tjera sa herë kanë kërkuar leje, ne kemi ofruar propozimet dhe zgjidhjet tona që janë parashikuara në ligjin për trashëgiminë kulturore. Sepse ne nuk ndalojmë punime, ne kontrollojmë ndërhyrje në zona mbrojtëse kur të njëjtat propozohen qoftë nga institucionet lokale apo edhe nga subjektet private. Pra nuk janë ndaluara punimet, po janë të kontrolluara. Problemi është që Komuna e Prishtinës qëllimisht nuk aplikon fare për leje, sepse ata siç duket kanë qëllim që të improvizojnë si situatash, kur ne shkojmë dhe i ndalojmë punimet, dhe pastaj ata eventualisht arsyetohen për ose e shndrojnë këtë proces tërësisht administrativ, ligjor, profesional të mbrojtjes së vlerave të trashëgimisë kulturore në një çështje të përplasjeve politike publike. Nuk bëhet fjalë, nuk lejohet një gjë e tillë. Shembujt nga e kaluara tregojnë që një gjë e tillë është e paqëndrueshme në raport me faktet objektive. Atëherë duke ju falendëruar gjithëve edhe për prezencën tuaj sa qeni sot me neve, por edhe gjatë ditëve, zhvillimeve që kanë ndodhur, sepse me të vërtetë keni qenë drejt arsyeshëm dhe jam shumë falendërues. Kërkesa ime zyrtare dhe ashtu edhe për mediat për largim nga pozita e drejtorit të inspektoratit ka qenë si shkak i presionit, i të kalimit kompetencës të kryetarit komunës, të organeve drejtorëve kompetent, ndaj inspektorit të trashëgimisë kulturore, dhe je munduar dhe mundona prapë me qëndru në atë pikë, por shkak që këtu tash me ligjin për inspektime, me akte tjera,
drejtori i inspektoratit, kryeinspektori, unë jam përgjegjës për çdo te i kalem shkelet ligjit apo çka do tjetër, sepse inspektori del sipas autorizimeve dhe miratimeve të drejtorit. Dhe këtu deri sot e keni bartë mesazhin e drejtë dhe ne asnjë prej neve, sepse këtu punojmë që shumë vite në këtë ministri, nuk barti mesazhe as politike, as nuk e kema drejt ligjore, po jemi të bartë mesazhin e ligjit për asetet e trashëgimisë kulturore për zonat e mbrojtura me ligj. Dhe nuk ka diçka tjetër lidhur me këto dhe s'kam çka më shtu diçka më shumë. Ke fjalën për projektin e Pallatit Rinis? Për organizimin e lojrave mesdhetare kështu në përgjithësi. Po për cilit projekt po referohesh konkretisht? Në gjitha projektet cilat do të është bashkëpunëtore të puna. Jo, në këtë çështje për cilën e kemi ftuar këtë konferencë, shprehimisht është jashtë objektit të problematikës së organizimit të lojrave mesdhetare, por ashtu një ndikimi të tërthar që është tek Pallati i Rinis dhe i Sporteve, i cili po ashtu është aset i mbrojtur i trashëgimisë kulturore dhe përmenda në fjalën time që aty është planifikuar nga komuna e Prishtinës të realizohet projekti lidhjes së platos të pallatit me lagjen Arbëria, por që kjo është tërësisht jashtë planifikimeve për ndërhyrje, për funksionalizim, për restaurim, revitalizim të plot të Pallatit Rinis. Pra kjo normalisht nuk është çështje që ndërlidhet në mënyrë të drejtë për drejtë. Mirë, po ne kemi një shqetësim si institucion që Komuna e Prishtinës këtë mungesën e bashkëpunimit për neve të çuditshëm dhe po e themi të qëllimshëm sepse i kemi kërku këtë bashkëpunim, e kemi sinjalizuar disa herë, kemi shkruar, kemi bërë ditur vullnetin tonë për të bashkëpunuar. Ne e shohim si problematike edhe në funksion të bashkëpunimit për ngritjen e infrastrukturës të lojrave mesdhetare 2030. Sepse kjo është jashtë temës konferencës, po e them shkurtimisht që caktimi lokacioneve për projekte që do të zhvillohen në kuadër të lojrave mesdhetare është duke ngecur në komunën e Prishtinës. Pra buxheti i Ministrisë e Sportit po ndikohet negativisht kuptim të realizimit, ndër të tjera dhe për shkak të mungesës bashkëpunimit nga komuna e Prishtinës. Faleminderit, që në fillim po e them që po është ndërhyrje pa autorizuar, është e paligjshme. Si e tillë, arsyeja pse nuk janë ndërmarrë masa në këtë rast është sepse ne jemi informuar që gjykata ka vendosur masë sigurisë nëse nuk gaboj në këtë projekt dhe vetëm është vënë për një arsye tjetër, por e ka arrit qëllimin po ashtu edhe për cilin ne do të ndalonim punimet. Dhe ne jemi përmbajtur për shkak të kësaj. Domethënë që është arrit me një masë tjetër në një funksion të zbatimit të ligjshmërisë në një proces tjetër, është arrit efekti i njëjtë dhe ne prandaj nuk kemi vepruar mirë, po Komuna e Prishtinës po ashtu jo vetëm që nuk ka përfill kërkesat ligjore, autoritetin publik e institucional të institucionit kompetent trashëgimisë kulturore. Ata po ashtu kanë shkel edhe vendimin e gjykatës, por pra kanë refuzuar të zbatojnë edhe aktet gjyqësore që po ashtu flet për qasje, nuk flet për një veprim të, si më thënë, të rastishëm, por që flet për një qasje në vazhdimsi që konteston autoritetin e institucioneve për zbatimin e ligjit.